E di që edhe i nikon aktiv analistat, i nikon gazetarët, i nikon shumë aktiv, se tër vit ju kalon në teren, edhe me të vërtet ju e shini mas mirë i situatën, edhe i keni bërë punën ma të mirë se keni përfasu gjendjen ashtu qysh ashtu. Ndoshta me të regu masi i seni pak shtu generali e pova që i tha do fjollun për të rgojt një farë rasti me kur ishe edhe i seni edhe na dhe një kot luft, si isha djali ri atër, edhe ishim një 33 ushtar duke kalu kufinin. Atë natë nuk ishte mundshme me kalu kufinin shqiptar, edhe në mëngjes u ndom një djali ishe udhëhesi njësis Leoni, komandant Afrim Goqi, aty kish ushtar edhe dëshmor që në tash Rosi, Fadil Maluku, Begrizat e tjerë që ishin atë ekip, mos t'i përmeni gjithë, edhe kur u zgjuam mëngjes nuk më e kalum kufinin, u ndom dhe tham, ata për bojnë veshgimin, një grupe i 2-3 ushtarëve, mu më thanë me shku me marë bukën baramëcur, për 33 ushtarë, ma epin 2 ushtarë me veti, i kisha 2 kual, për mi ngarku, për mi apru bukën, edhe për këshyri prej padeshit na jetë atje, ish bukulerë me shku në baramëcur. Ty shku, thasha, e të nolna të i Severisha, në popa i shalo me rustën, agimin e me tjertë, edhe për thiri rustën, ish komandant. Thash rust, në duhet urgentisht buk 3 porcione për 33 ushtarë. Një me ongën aty, 2 mi marë me veti. Ta ishin ma të përgatitur në atëherë. Ta i seni rusta, e mora buken kushtrim. Bekuale qumë aty, na epen edhe ushtarë, me qu buken dhe aty, do ushtarë Sheqer Malukin, do këtë dhe do tjerë, edhe qumë buken. Kër qumë buken aty, më thana ushtarë, kër ke marë buken, thash në popaj. Edhe një ushtarë shumë e mirë, tha ja, tha, se hojnë bukën e qeverisna, edhe po ta problem, se sa ishin bukën e qeveris. Thash, nuk o buka qeveris, po buka e vllaznive të motra tonë, që i kanë qupe i Gjermanisë Zvicrës, falderit shumë për këtë pjesën. Edhe një për thomë që pisho që partia që i ka fitu që ta zxedhët e fundit, po njët shumë kështu e entuziasmu, me na një jemi kodë ndryshme, me mufin kemi qeni gjenerat në fakultet para lufte, jemi konë një klasë jena konë, të të regoj dhe i ras shkurt, si farë, si shtos. Tha, në koha në e ka Dugacin ishin kushtrim shumë vlozën, në vlozën. Edhe gjendja ishtë zibidi ekonomike, mirë qenja sociale i shëronë, që krejtë shqiptarët e kemë pas qatë gjendje, me folë realitetin. Edhe ju vinë doj, shkojnë me najtë të dojt, kishin pasë të doj jashtë, në Austri shkojnë me najtë vlozdit të dojt, edhe shpije mo dhe këto 7 konota. Edhe ja nisin me thonë, qka me bu me i bindë burrat për me ndru trullë, se mdo këtë nga kanë bot bume, nuk përna shko mirë, nuk përna shkon bereqeta, disë puko. Edhe dej ka 4 i mëngjesit, nuk ju vinë burrat. Lodhen për gjoba ato konotat, edhe ajo konota vogël thot, oj konota, që shkojmë flejmë, se me qëta burra, ku dhe shkojmë që shtu e kemë. Unë e mendoj se me qëta mos ndrofshin që shtu e kemë. Unë edhe e falenderoj krejtve, urime viti 2026, urim special kom për themelus të ushtrisë lirëtore që në hake dhe ashtë zotin prill tjë në Kosovë. Falenderit shumë. Falenderit Hajdar Besha, pas pak besoj Mefi do t'a kthej këto, po si përgjigje për shkak të rregullave parlamentare që i kemi dhe që i respektojmë në vazhdimsi, por unë e ftoj maestro Sinanin të merr skenën, sepse na nevojitet pak atmosfere fort. Maestro, skena për ty.